Unë kam qenë një ndër fansat Adelina Ismailit dhe gjithë jemi në nuk e mohojmë asha. E përgëzoj dhe në asnjë lloj mënyre një organizim i madh i tillë nuk jam për t'u anuluar sepse këngëtarët jetojnë dhe e kanë biznes muzikën. Është e njëjta sikur ti pagun një këngëtar për darsëm dhe nuk të vjen darsëm. Ti prekesh sepse ti e organizon njëjtë organizatorët e klubeve, organizimeve të mëdha që bojnë. Vetëm për hir kolegialitetit, të hir muzikës dhe paqes që kemi në mes vete, është çështje morale dhe çështje respekti njerëzore, asnjë minutëshe ngushëllim e familjes, po edhe ai ka qenë artist, po ti ishte gjallë do më kupton të sot. Nuk besoj se dikush gjykon dika, askush nuk gjykoj askë që këndoshin dhe kujtojshin një pa fund artista dhe nuk është tu për t'u gjykua Adelina as pak, po mendoj se e ka njoft dhe personalisht dhe sikur shpati e kish përmend në intervistën e fundit Monën. Telabi, e kish përmend Monën, e kishte përmend për Adelina ka vlerësuar gjithë. Pa diskutim. Kjo ceremoni e ndrimit